pasaj e qonë filloj shkollën e mjekësisë. Apo avokat, i ka bërë Saliu këto me ato kurset 6 mujore. Me plepat. Ne tani kemi bërë dhe akademi tjera, tani dikur ka qenë shkollë e partisë, tani mund t'i japim një emër tjetër. Ata persona që shkojnë atje, duhet shkojnë bas meritës dhe disa për tyre apo një numër jo i vogël krahasuar me numrin me mandatet që ka i gjithë parlamenti shqiptar, vim pas një lloj përvoje dhe merite. Dhe paktën nga takimet që kam pasur jashtë, në shtëpinë e bardhë shoqëruar nga shefi i stafit të një kongresmeni. Në shtëpinë e bardhë? Po, ishte personi që u ngarkua për të shoqëruar atje. Tani ky person normal brenda pak vite mund të jetë vetë kongresmen. Pra ka vite që punon, duke ngjitur shkallën nga pak, duke marrë përvojë, edhe duke qenë i aftë të bëhet shef stafi. Po dhe menaxher i disa projekteve shumë të mëdha, me rëndësi madhe për sigurinë e Shtetit Amerikan, e Federatës Amerikane. Tani, këtu njerëzit mund të vinë nga hiçi, mund të jenë dhe në krye të organeve ekzekutive, po dhe direkt në krye të organeve legjislative. Dhe pasaj shohim që këta njerëz ne duhet t'i edukojmë politikisht. Por më tepër që mund të jenë dhe të rinë mosh, po dhe me mëtësi të vjetra. Mirë, ti më fton mua, pa përvojë, për të bërë një detyrë të tillë. Po unë pse du ta pranoj? Mund të kesh përvojën e jetës. Po mirë, dakord. Se ti thuash dikujt, hajde puno shef finance pa përvojë, dhe do mbash përgjegjësi ti thuash. Pa përvojë. Po. Edhe pse nuk merr vesh nga financa, nuk e bën, s'ja mban. Hajde bëu ministër, kryeministër, deputet, e bëj, thot, se ka bërë filani, s'po e bë ka mund, thot. Se kjo është tradita. Por ne kemi një memorie tani. Parlamenti i vitit 91-92 ka qenë shumë më lartë se ky, ka pasa inxhinier edhe ekonomist, mbase jurist jo të mirë, se vinin nga një traditë tjetër që s'kishin një vlerë të madhe ana juridike. Jurist ndërmarrësh dilin njerëzin atë kohë. Po ka pasa njerëz që kanë ditë matematikë pakta. Që na u zhduket si deg tani po na zhduket bashkë me fizikën dhe me shkencat tjera eksakte. Qa janë deg që s'kan trek pune, do shtuken, është e sigurt. Pra këta persona si shpërfituruam dhe i bëm që të marrin derën krah, të hynë detit në këmbë dhe të marrin përsipër në mënyrë papërgjeshme të menaxhojnë fatet tona. Pse ndodh kjo? Se ne heshtim kashi dukurive që duken thjeshta, po që kur them unë nuk ka premis për të ndodhur korrupsion në Shqipëri, siç po ndodh, nëse ne kemi zgjedhje të lira të ndershme, të barabarta, të fsheta dhe periodike, dhe nëse ne nuk lejojmë të shkelet meritokracia. Tani folet për qëndrimin e SPAK-ut. Kjo ishte panorama kryesore. Kjo ishte panorama kryesore. Ne nuk mund të... Unë kam kritikuar shpesh për gjatë tyre 2-3 muajve që kemi një dakordsi në heshtje mbase. Krijohet kohezioni dhe në heshtje. Që për gjatë procesit zgjedhor SPAK-u si ku e frenoi punën e tij në lidhje me dosjen që ka pas hapur. Tani që tjetrit shkoi e ka merituar të shkojë në bankën e drejtësisë dhe të shkojnë pasi ka marrë mandatin, edhe kjo nuk më duket fair. E ndershëm. Më duhet të prej rruga, thua, pa vajte mandatin. Parapri ti si organi akuzës, se ke në dorë fatet e vendit. Çoja atje në gjykatë, le ta marrë kjo forca politike, le të jetë arrogante sa doj, të shkojmë me njerëz, se këto që thanë për Saliun do thonim edhe për çdo njëri tjetër si Saliu. Pse s'do të fitonte Saliu? Po Saliu po, me një bar akuzash, me 20 cakulla, me 200 ca metër katror, ja 500 metër katror vend, ja 5000, nuk ka rëndësi. Meta po më kë po shkon atje? Këta do na ndrisin të ardhmen tonë. Tani, këta
objektivi kryesor i drejtësisë që me si po e presim. Këta marrin përsipër të bëjnë të ardhmen tonë. Ti merr tani, nuk jemi në gjendje, s'ke moral për dalë para nesh për veten tënde me fol, jo flasësh për fatet tona për nesërmen tonë, domethënë. Këto janë gabime të rënda që ka bërë. Prandaj tashun ka hyrë në një vorbull veç shkatërimi. Se pikërisht boshti vorbullës është e keqe, janë bashkuar, grush bashkuar rreth keqes. Ata e dinë, le ta bëjnë si duan. Nuk, unë do të propozoja autofagjin. Autofagjia është një tjetër moment kur vetë qeliza shkatron pjesë të këqija dhe rilind mbi atë. Po këta se kanë atë mundësi, se qendrën, bërthamën kryesore kanë të keqen. E kanë të infektuar. Po pra, tani unë i shoh që do shkojnë drejt dizintegrimi total. Pra njerëz nga më kryesorët dhe stafit Berishës, që mbase 200 vjet zog kishin ngritur zërin kundër tij, nuk po ngren zërin direkt kundër tij sot. Por duke kërkuar drejtën e tyre, kanë dalë përballë tij. Edhe ai s'po i ndalon dot më. Ai më tepër që po jep deklarata tani, po flet për vitin 2022, nuk e di as vetë ku është në disa momente. Kështu që të gjitha këto po flet për vitin 42? Po, kështu kanë nxjerrë deklaratë së pash. Ndajtitet i ka tani të përditshme. Romeo, pra, unë mendoj që Spaku ka bërë gabim nëse ka dashur të mirë kuptoj të i lërë palet të qetë në fushat. Jo, edhe ne presim që ai të jetë domethënë rigoros në zbatimin e ligjit, të kemi lajme, për ne është lajmi mirë, nëse kjo e keqe që ne kemi për qarë, luftohet çdo sekond. Pra Spaku ka shumë punë. Edhe në fund fare të shqiptarëve nuk do vi drejtësia as nga zyrët e Spakut realisht, as nga gjykata, nga salla e gjykatës. Drejtësia fillon ku shqiptarët ndryshojnë mendsinë e tyre dhe mbajnë bie nga brenda. Ku shqiptarët është çdo gjë është botkuptim, qëndrim. Ta dëshirojnë drejtësinë, ta luftojnë të keqen. Dhe jo më kot ka një solidarizim, gjithmonë ka qenë kjo nëpër Europë. Kjo Europë çu është bashkuar shpirtërisht njerë. Po. Problemet që kishte studenti francez, bëti që ngrije protest studenti londinez. Pa ka një kohezion. Luftohet të keqen, kudo që tjetë, që ajet mos vinë nesër të këty. Ne kemi mbajtur qëndrim indiferent, po që ka qenë dhe vetvrasës për ne si popull. Do doja në fakt para se të kaloja te pyetja tjetër, të falenderoj secilin prej teleshikuesve që po na ndjek në këto momente. Gjithashtu i ftoj që të komentojnë për këto çështje apo dhe për analizën që po bën avokati Romeo Kara, dhe ju mund t'ipi mendimin tuaj, qoftë nga diaspora, qoftë nga Shqipëria, dhe mundet t'ja u lexoj dhe ta komentojmë këtu, por do doja që secili prej jush të bëj bashkëveprues, por dhe ta shpërndante këtë emision nga unë Ermal Peçi, por dhe çdo emision tjetër që ne zhvillojmë tu në Antena Televizion. Avokat, do doja një temë tjetër që ka marrë vëmendjen kryesore, duket tashmë Partia Socialiste 83 mandate, duket një trup i çelikt, ose një trup i vetëm, tha kryeministri Rama. Në anën tjetër, te ky trup i vetëm është një trup tjetër i cili ka ngelur në qeli. Por ka filluar të japi mesazhe të koduara, duke thënë unë e di se kush është Nesti Angoni, unë juve nuk ju kam asgjë, do t'ju shtyp, në anën tjetër ju thot, mbi të gjitha thot se cili për jush do ekzistoj karma, ju mendoni se mund të më vrisni politikisht, po unë do rikthej më i fort. Ky është Erion Veliaj, një prej njerëzve që ishte portretizuar si kryetari në hije i Partisë Socialiste, por sot gjendet në një moment vështirë. Gjendet pas sekurave, por ka zgjedhur të reagoj. Pyetja ime e parë është kush është Nesti Angoni? Dhe pyetja e dytë është a ka pasur një bashkëpunim PD ndjes për të goditur Erion Veliajin, apo thjesht Erion Veliaj është viktim e mënyrës se si ai qeverisi bashkin, ose e drejtoi më saktë bashkin? Tani të mos e pranojmë ekzistencën e intrigave në odborin me pasëm të politikës shqiptare, nuk i bi deklaroj veten naif pasaj. Se ku fillojnë e si mbarojnë intrigat,
nuk ka rëndësi, por ne kuptojmë